Normalisht ne si KDI edhe të para një apo dy javë më herët kemi bërë thënë ashtu një reagim ku kemi kërkuar nga ana e presidentës që të aktivizohet dhe që e njëjta të luajë rolin e saj kushtetues që në përputhje me mandatin dhe kompetencat e saj të ftojë në konsultime partitë politike parlamentare në atë mënyrë që të gjenden një zgjidhje dhe një kompromis apo një konsensus se si të kalohet me tutje dhe se si të bllokohet çështja e zgjedhjes së kryetarit dhe nuk kryetarit të kuvendit. Se sa do të ketë apo jo sukses kjo iniciativë nga ana e presidentës, ajo mbetet për tu parë. Dhe deri me tani po shihet që një shumica e partive parlamentare vetë se kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto takime dhe mbetet për tu parë nëse ditën e ejte kudo që bëhet takimi, a do të ketë apo jo ndonjë rezultat të tillë. Dhe zëri Bullaqku, këto seanca tash që mbahen dhe duhet mbahen deri të ejtën, do të jenë konsideroni njëjtë vetëm kështu procedurale sa të mblidhen që të respektohet ky afati bazuar në rregullore të kuvendit, sepse është seanca nesër dhe rrjedhimisht i bie se tjetra do të jetë ashtu siç ka vepruar, të paktën në praktik zotëri Dehari do të jetë të ejtën paradite. Po, duke i parë qëndrimet deri me tanishme, duke se nuk do të ketë ndonjë risi apo nuk do të ketë ndonjë zhvillim ndryshe nga ajo se çka ka ndodhur këto seancat e fundit, me gjasë dhe ditën e nesërme kryesuesi i seancës konstitutive do të vazhdojë të zhvillojë seancën ashtu siç e ka zhvilluar edhe herën e fundit dhe nëse palët janë në qëndrime të tilla, unë nuk pres që ka më pas ndonjë ndryshim. Diçka kështu risi në kuptimin e asaj që të zhbllokohet çështja e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, prandaj ne do të jemi dëshmitari një përsëritje të një seance e cila nuk sjell përfar rezultati, thjesht ajo caktohet për shkak të afatit që gjendet në rregulloren e punës së kuvendit, por fatkeqësisht deputetët e partive parlamentare në Kosovë, respektivisht, unë mendoj që grupi më i madh parlamentar e ka përgjegjësinë më të madhe që të bëjë përpjekje të angazhohet që të gjehet tek e fundit një figurë ose një kandidaturë e cila do të votojnë së pakur me 61 vota nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Megjithatë, me qenë se palët i kanë qëndrimet e betonizuara, unë nuk pres ndonjë ndryshim tjetër karshi situatës së ndodhur së fundi. Dhe besoj dëgjuat edhe diskutimin këtu në studio zotëri Ashari që tha se ashtu në faktësisht kemi parë lëvizjave të vendosja ende nuk është se ka dhënë ndonjë indikacion se do të marrë pjesë në këtë takim. Nëse ndodh kjo, nuk di nëse pajtori me qëndrimin e zotëri Asharit se do ta shpërfaq këtë, nëse mund të themi, fajtorin kryesor të gjithë kësaj situate në të cilën po gjendet vendi. Unë nuk mund parashikoj sjelljen politike të partisë Lëvizja Vendosje, megjithatë ata kanë të themi ashtu diskrecionin e tyre të plotë të vlerësojnë nëse e shohin të rëndësishme apo jo tipologjisë ftesës së zonës presidente. Megjithatë ne si KDI edhe sa të përsëritëm faktin që i bënëm thirrje gjitha partive politike parlamentare që të mos hezitojnë dhe të marrin pjesë në këtë takim të ftuar nga ana e presidentës së Republikës Kosovës. Madje ne kërkuam që këto takime të mos jenë të paktën jo simbolike, por të jenë një shprehje e një përgjegjësie konkrete për të shërbyer funksionalizimin të kuvendit të Republikës Kosovës dhe besoj që me udhës dhe me drejt do të ishte që gjitha partitë politike parlamentare si Vendosja ashtu të tjera të marrin pjesë në këtë takim. Po,